Për sot tek Ora Gjës Shqipe, tek profesoresha Myosere Aliu kemi përgatitur punime dore. Kjo është një punim me krabës, po ashtu edhe ky, kurse kjo është një pëlhur e qëndisur. Tras bukurime të cilat janë përdorur më përpara, por tashmë nuk përdoren si më para. Këto janë çorape me shtizë. Kjo është një tenten e punuar me krabës dhe me pen. Këto janë shall të përbëra me shtizë që t'i përdorin dimrit. Kjo është një tenten e cila është e punuar me krapës dhe me pen, që në kohët më të vjetra i ka përdorur për zbukurime, i ka vendosur në mobilje të ndryshme. Kjo është një skulpturë e përbërë prej telit të hollë dhe është në formë të njeriut dhe kjo është një punim dore që mund ta vendosen për në kohë të ftohta. Kjo është një kornis prej drurit që e kam punuar unë. I kam bërë duke prerë drurin, duke lëmurë sipërfaqen dhe duke montuar pjesët me të pjesë. Kjo është një çantë e përpunuar prej ruazave që shpesh herë përdoret edhe si zbukurim. Kjo është një çantë e punuar prej shtizës dhe ky është një mindik tradicional që përdoret në përdasje.